Presidenti kinez Xi Jinping mirëpriti në Shangaj homologun rus Vladimir Putin. Shefi i Kremlinit po zhvillon një vizitë dyditore në qendër të cilës siç janë pritshmëritë e Moskës dhe Pekinit, është në nënshkrimi i kontratës për eksportin e 38 miliard metrave kub gaz natyror nga Rusia drejt Kinës. Analistët vlerësojnë se marrëveshja mes Gazpromit dhe korporatës kombëtare kineze të naftës të kap vlerën e 400 miliard dollarëve. Negociatat kanë dështuar disa herë për dallimet e palëve për çmimin. Më gjerë se kaq, udhëheqësi rus i kritikuar nga perëndimi për qëndrimet mbi krizën në Ukrainë, merr një pritje më të ngrohtë nga Kina, vend që është shumë i prerë për konflikte territoriale me fqinjët më të vegjël në detin e Kinës jugore. Kriza në Ukrainë ka detyruar vendet europiane të kërkojnë mënyra për të reduktuar varësinë nga gazi rus. Nga ana tjetër, shtysa e Pekinit për të hequr dorë nga qymërguri dhe për të mbështetur te karburantet më të pastra, duket se ka bashkuar interesat mes dy vendeve. Presidenti kinez shpesh ka nënvizuar rëndësinë e marrëdhënieve me Rusinë dhe Moska ishte ndalesa e tij e parë pasi mori detyrën. Gjithashtu u ftua nga presidenti rus për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimrore të Sochit. Por, pavarësisht se Rusia dhe Kina kanë patur qëndrime të ngjashme për çështje si Siria, Pekini nuk ka mbështetur Moskën për Ukrainën. Pekini adoptoi një qëndrim të kujdesshëm për të mos e dëmtuar aleatin. Tregtia mes Kinës dhe Rusisë pritet të arrijë në 100 miliard dollar në 2015. Në vitin 2013 kapte vlerën 88.8 miliard dollar. Putin do të marrë pjesë në konferencën mbi ndërveprimin dhe ndërtimin e masave të besimit në Azi, ku të pranishëm do të jenë delegacione nga 40 vende dhe organizata ndërkombëtare. Pjesëmarrës është edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, presidenti i Iranit Hasan Rouhani, ai i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev e të tjerë.